Albin Kurti mbështetet prej pjesës të pro-Jugoslavëve dhe pro-Serbëve. Nostalgjikve. Ne, mos harroni ju dy që pja thani diçka. Unë dhe grupi që unë e përfaqësoj, e kemi konsideruar në të kaluaren, edhe sot, edhe nesër, që integrimi kombit shqiptar në Evropë vjen përmes Tiranës. Albin Kurti mendon që vjen përmes Beogradit. O, Melaim, ata dhash përgjigjen. Në gjithë këtë historinë e Tallavas botërore që është, a di me më shpjegu mu ku jemi në raport ne me vedin, ku jemi në raport me njëri tjetrin, dhe ku jemi në raport ne me Europën dhe me Amerikën që ka rujt eksistencën tonë. Ku jemi ne me këto? Ky njeri, sepse është halli i madh i njerëzimit. Po, ku jemi ne? Ky njeri ka mbledh rreth vetes ekstremin islam, Albin Kurti po flas, i cili ekstrem e konsideron flamurin, e konsideron flamurin kuqezi si një harrë, një leck. Këta e fynë Nën Terezën, e fynë Skënderbeun, e fynë Adem Jasharin, dhe ky njeri don me e armiqësu kombin shqiptar me Evropën dhe Perëndimin.